Në pjesën më të përfolur të Mitrovicës, qend Endacak gjejnë rehati. Grumbulli i tyre pothuajse natë e ditë qëndron tek ura e Ibrit e kur këmbësorët kalojnë në këmbë ose biçikleta, të njëjtit reagojnë. Madje sulmet nga ta nuk janë të rralla në këtë komunë. Kësaj qytetarët janë të shqetësuar me praninë e tyre e kërkojnë reagim sa më të shpejtë që të njëjtit i largojnë nga qyteti. Po, si që për shifni këtu, jo vetëm këtu tek ura e Ibrit kryesore, që ka qenë Endacak, po edhe në shumë lagje tjera. Janë të bu shumë qenë edhe shumë rrezik se pi sulmojnë po çdo ditë, që këtu të shku rrugës, ka moment sulmojnë. Këta duhet mi largu prej këtu, po mundësit që janë, komuna ka mundësi apo jo, na nuk e dim. Për para i kanë vra, i kanë largu. Sa të është Kosovë një redikcioni ndërkombëtar s'mundet kogjme. Sipas drejtorit të qendrës kryesore të mjekësisë familjare në Mitrovicë, Fevzi Sulejmani, gjatë dhjetorit e janarit janë sulmuar 8 qytetarë. Gjatë muajit dhjetor kemi pas 5 raste, ndërsa gjatë muajit janar deri tani, ditën kur po flasim janë 3 raste. Domethënë në total dikon për një muaj e gjys ka qenë 8 raste të kafshimit të personave nga qend. Edhe sulmet domethënë nuk kanë lidhje me moshën, me gjinin, kemi edhe fëmijë që këtu në kafshu. Për ta zgjedhur çështjen me qenë Endacak, Drejtoria e Shërbimeve Publike thonë se po ndërtojnë strehimoren. Kemi pas disa takime me disa kompani të ndryshme. Ligji është i atill që nuk jep që qendet Endacak të keni strehimore të përhershme. Do të bëjmë çmos që të marrim masa për një dokurit e tillë që është mjaft shqetësuese në qytetin e Mitrovicës. Strehimoria është ka përfundimi dhe besoj që në muajin mars do të bëhet përurimi asaj strehimore. Mbi 100 persona vetëm gjatë vitit 2025 janë vaksinuar në QKMF-n e Mitrovicës si pasojë e kafshimeve nga qend Endacak.